Atëherë çuna, si fillim, do merrem me karburatorin. 34 vite pa përdorur, e imagjinoni vetë çfarë ka marrë. Shkojmë një, ta çmontojmë, kemi komplet kitin e nevojshëm, do ta pastrojmë, edhe pastaj do merrem me distributorin. Është bllokuar totalisht, nuk lëviz nga vendi. Do ndrojmë vajin, linjat edhe do provojmë ta ndezim. Shkojmë e pastrojmë. Atëherë mbaruam me karburatorin, do ta montojmë, do merrem me distributorin tani. Edhe provojmë ta ndezim. Okej, po lirohet pak. Paksa. Okej. Okej. No, në fund. Shikoni pak. Gjë e mirë që pas që vaj këtu. Shiko se është ndryshkur. Gjë e mirë që kemi marrë platinë të re. Do ta pastrojmë. Advanca punon në rregull, shiqyr. Atëherë, shikon distributorin, arrim ta pastroshim më aq mund si ta kishim, është bërë si i ri. Vendosëm platinë të re, grasën, do pastrojmë vendin ku vendoset, që mos kemi probleme të ardhmen, do vendosëm në fazë, ngjelin kabllat dhe bobina. Si e çuna, shko si doli. E ka mbrojtur vaj që ka qenë 32 vite atje. Vaj e ka mbrojtur që është si e re. Është e 23, nuk është të dysh, po na bëri punë, dalem atë që është. Atëherë, çfarë kemi bërë tani? Karburatorin e kemi kthyer si kurrë më mirë, distributorin po e njëjti duket i ri. Pastrojmë bobinën, bëm lidhjet e reja, fijeve. Ka fish, rripi dinamos, alternatori është gati duke u putur, por gjithsesi do heqim kandelet para se ta ndezim. E bëjmë një provë. Edhe shpresojmë, hajde, o burra. Atëherë, kemi qërë të në me fudet. Andën e Sprite-in, baba. Okej. Kemi këtë këtu. Tubin e benzinës edhe bidonin. Ma mirë se kaq, a dash ka marrë me veten në Elbasan? Jo, po në
Elbasan dhe i Rostovec ka pasaport për shtetit ta. Sa marrë? Këtë një të të varuna? Pasaport, atë dhe dhe këshim. Hey. Do të mos bëni reakcion me bojën që ka mrena? Kur të futet të bashkë. Sa herë kam larë unë ata që kërkon ti, po gjitha tek unë të lumë ty. Sa herë kam larë, kam pastruar unë. Është bllokuar fare motorina. Kështu që ti bi do bëjmë një provë nga poshtë. Nëse na nxjerr pjesa poshtme. Tani do ta provojmë nga Chelsea. Jo, ik provoj pak. Ik provoj Chelsea se nuk i vjen në rrymë asë, do të kisha bërë nesër ndonjë. Edhe vërdalla. Po do vjen unë. Gati. Provoje? Okej, ball. Okej, e rregullova që mos ri poshtë, mu çat rasa. Shko bjeri pak të tëmë. Vazhdo. Gati. Provoje. Jebi. Skaqja. Bie motorin, sa i kam drejtën, pastaj e fik. S'ka problem. Ta provojmë edhe një herë, se diçka nuk shkon me korrentin. Ma të vitën që me zili rumë. Vazhdo. Jepi. Mushe. Jepi. Prit. Jepi. Jepi prap. Skaqja, hene. Bjeri. Gira dy pegën. Gira ka vakum, probleme vakumin e arit. Merr ajër në mjet ansorës atje. Pak në zgjallë si motor. Është gjallë, na mundovi, po e gjetëm. Atëherë kemi problem me vakumin. Undes është gjallë si motor. Janë kalbur lastikit e manifoldit që marrët karburatori. Edhe me që thithë benzinën që atje, thithë ajër. Dhe kur e mbyll ajrin e benzinës, pra kur mbyll kokën e karburatorit, balancohet ajri dhe rri ndezur. O bura, provojmë mos rregullojmë.
34 vite. Çuna është gjallë, do të heqim vajin, sepse ka shumë benzinë. Nuk është mi ta vazhdojmë ta ndezim sepse dëmtoj motorin. Është gjallë, është super mirë. Urgjentisht ti e pronaj. Nesër vajin poshtë, ndroja, do ta bëj gati ta nezish vetë. Cilë sa ti vuna. Çuna është gjallë. U ndes, tani është ndorë për najt, ta restauroj e ta nxjerri. Çuna u lodhëm. U lodhja zakonisht shumë. Ja veti diçka. Do kthehemi në Basan sot i kënaqur që arritëm ta ngjallim këtë perlën. Personi që ka më premtoi që të filloj restaurimin. Pra ja dolëm. Qëllimi im është çdo makinë që ne shpëtojmë të vazhdoj të restaurohet. Nuk do përfundoj për skap. Gomat janë të xhara. Është një makinë që ka ardhur në vitin 1992 në Shqipëri. Ka qenë e para që është futur këtu te neve. Ka ardhur në shit nga Greqia. Ka punuar 5-6 vite dhe pastaj është braktisur për shkak të mungesës kohës nga pronari mendoj. Gjithsesi, kjo do filloj restaurimin. Çuna, takohemi në projektin e radhës. Çuna, pjesë e klubit Volkswagen Club Albania.